Java e 20 e kampionatit kombëtar të futbollit për kategorinë e dytë, grupi A, ka regjistruar fitore për Beslidhjen, Shirokën dhe Veleçikun, ndërkohë që Basania është mundur në shtëpi nga Erzeni me rezultatin 0-1. Me fitoren e thellë në transfert 1-9 ndaj Adriatikut, duke përfituar edhe nga fitoria e Veleçikut ndaj Sopotit 3-0, lezhianët janë shkëputur me 6 pikë në krye të renditjes, duke siguruar kualifikimin në kategorinë e parë. Ndërkohë, derbi verior, Shiroka Tërbuni, i luajtur pas ditën e së shtunës në stadiumin Reshit Rusi të Shkodrës, është mbyllur me fitoren e pastër të Shirokës me rezultatin 3-0. Goli i parë për të besuarit e trajnerit Ardit Mani u shënua në minutat shtesë të pjesës së parë nga Rinor Peku. 45 minutat e dyta u shoqëruan edhe me 2 gola të tjerë për Shirokën, me protagonist Anderson Filipin në minutën e 65 dhe Jakob Dreshaj në të 87-ën. Me këtë fitore, Shiroka shkon në kuotën e 41 pikëve, duke mbajtur vendin e tretë, 1 më pak se Sopoti i vendit të dytë dhe 7 më pak se Beslidhja krysuese, me të cilën do të ndeshet të shtunën e ardhshme për javën e fundit të fazës së dytë. Ndeshja me Pukën ishte e vlerësuar me nga ekipi jonë, duke ditë se kishim një ekip përballë, një ekip shumë të fortë dhe duke ditë që ndeshjen e parë shkuam në barazim me të drejtë nuk dhame, ndoshta edhe ne nuk dhame atë maksimumin atje, por ndeshja në Shkodër ishte shumë e vlerësuar dhe të them drejtën, duhet falenderoj gjithë ekipin për mbështetjen, për dëshirën, për grindjen dhe për maksimumin e dhënë në fushën e lojës. Objektivi i Shirokës ishte të siguronte kualifikimin në kategorinë e parë si e para e grupit, por tashmë, si e treta në renditje, do ta kërkojë një gjë të tillë përmes ndeshjeve të fazës play-off. Me kënaqësinë më të madhe do të shkojmë në Lezhë, duke i uruar dhe ekipit kampion një rrugë të marrë në kategorinë e parë. Ne do shkojmë bëjmë punën tonë, megjithatë është një ditë festet si për Beslidhen, por shpresoj që të jetë ditë festet edhe për Shirokën. Shpresojmë tek play-offi sepse është më e rëndësishme. Fund të play-offit do të mbledhet me komplet si staf dhe do të nxjerrim analizë, por them drejtën, unë jam shumë i kënaqur me punën e bame, me sakrificën e çunave, edhe them drejtën, për ne është ky realitet është një realizim i asaj që edhe presidenti ka kërkuar.